Në këtë ekspozit me titullin Go Green dhe Netet e Kështjellave, unë personalisht vi me 2 cikle, vi me ciklin e drurit, punimeve që janë dru, normalisht i druri është një prej mjeteve më natyrore, po ashtu edhe me piktura, cilat përmbajnë elementet të riciklimit edhe të natyrës. Go Green, me dhanë ato mesazhet pozitive, mbi mbrojtjen e mjedisit, mbi dashurimin e natyrës. Ky është një bashkëpunim me shumë dashuri, me shumë ndjenja brenda, sepse kemi një bashkim vëllazëror midis shqiptarëve të vendit tonë dhe shqiptarëve të trevave të Malit të Zi. Dhe besoj duam të nxjerrim atë që ne jemi një dhe mesazhet mund të jenë të përbashkëta për vendin tonë. Sot jemi duke prezantuar ciklin i quajtur Sipërfaqja nuk hesht. Është cikli i Thasë të Shkodrës që e quaj unë. Do të thotë memoria, emigrimi, bejetesa e njeriut, pikërisht mbasi jam punuar në Shkodër edhe janë Thasë të Shkodrës, janë ndjenjat e mia të përjetuara, çka kam dëgjuar, çka më ka interesuar, e sidomos unë shumë i adhuroj Kalat, kështu që është paraqitja e parë e thesit të Shkodrës në Kalat të Shkodrës. Për herë të parë Kalaja e Shkodrës bëhet pjesë e një rrjeti aktivitetesh i njohur si Knights of Fortress, që këtë vit ka tematikën e mjedisit dhe të gjelbërsa, Goes Green. U bë pjesë e një rrjeti ku përfshin rreth 15 kështjella dhe site arkeologjike në të gjithë Ballkanin Perëndimor.